tim, jemi në pritje të kryeministrit Edi Rama, i cili pasi të mbaroj fjalën këtu në përballë gati 5.000 e më shumë mbështetësve të tij, do të vijë një bisedë me mua live këtu nga Fieri në mbyllje të kësaj fushate elektorale. Një fushatë elektorale e cila duhet të thonë Artur që mungojnë emocionet forta. Ndoshta edhe nga fakti që Demi Pajla tjetër nuk arriti dot të ngrijej qoftë në nivelin e replikave. Nëse duhet bëj pak humor as nivelin e Zeshines sa i përket temi atraksionit të opinionit publik. Nuk e di pse, pasi nuk është oferta e temi programore mungoj, oferta ishte. Unë besoj që çfarë nuk gjithë. Strategjia e munguar e opozitës, duke nisur që nga drejtuesi kryesor i saj, i cili për fatkeq gjithë e kanë vënë re pavarësisht se ata që janë rrotur nuk ja thonë, nuk është në lartësinë e dur. Për shkak të moshës, për shkak të lodhjes që ka patur, për shkak ndoshta edhe të arrestit shtëpiak që e ka vuajtur padyshim atë. Po, në planin tjetër, ne nuk mund të flasim vetëm për kalorësin që i varen këmbët, sepse Partia Socialiste i ka gjitha gjasa. Në raport me marketingun apo komunikimin, ne jemi live dhe po shohim që po bëhet estradë. Estrada, humori, është një nga instrumentet më popullor. Dhe nëse doni mund ta krahasoj me rastin e Italisë, që një komedian u bë një drejtues i një lëvizje e cila shkoi deri në pushtet. Pavarësisht se më pas dështoi edhe komediani, po edhe partia nuk është në nivel të dur. Kështu që në këtë plan unë besoj që kur flasim për Partinë Socialiste në këtë qytet ka pasur edhe incidente. Policia e këtij qyteti ka ndaluar një nga kandidatët e Partisë Demokratike për të vënë një stand. Kjo më duket çike tepruar. Domethënë duhet pak tolerancë. Toleranca vjen nga partia, sepse policët nuk janë oficerët e policisë, nuk janë lartësinë e politikës. Mund të edhe për shkak të emocioneve, dhe prirë veta mund të veprojnë. Kështu që duhet orientimi i dur. Jo për ta kundërshtuar, po thjesht për të treguar që edhe këto aktivitete, siç janë këto elemente stradës Fieri që njihet, janë pjesë e një lloji, sepse edhe vetë fushatat elektorale nuk janë thjesht fjalime politike, po janë organizime që duan të krijojnë sa më shumë. Kështu edhe duhet të jenë, sepse shikoj hien tonë që vjen mua më të Pra kështu edhe duhet të jenë praktikisht. Pra duhet të jenë fushatat janë fest në vetë. Fest, sepse edhe organizimet e karikaturën në emision apo jo. Sigurisht. Do ta mbajnë në shtëpinë time atë karikaturë. Që është shprehën fushatë. Fushata nuk mund të jetë gjithkohës betejë, se kemi 35 që luftojnë apo jo. Ne sokol kemi ardhur para 3-4 orësh këtu dhe ajo që duhet theksuar është një organizim perfekt i gjithë shkaje që rezulton në këtë organizim që ka kaq shumë njerëz dhe të mbledhësh në Fier 5.000 veta, me shumë se 5.000 veta, nuk është pak. Dhe gjithë ky entuziazëm, gjithë kjo, përkthehet edhe në punën që kanë bërë drejtuesit dhe në mënyrë të veçantë drejtuesi politik i qarkut të Fierit. Zonja Balluku ka qenë vazhdimisht, jo si numri 2 i qeverisë, po në qarkun e Fierit ka treguar që ka aftësi të thella organizative dhe fakti që Fieri pretendon për një rekord të deputetëve të arshëm në Parlamentin e Shqipërisë. Politike që i ka zgjedhur. Kam përshtypjen që po. Nga kryeministri. Kam përshtypjen që po. Bëhet fjalë për një ekspert komunikimi, bëhet fjalë për një talent të jashtëzakonshëm komunikimi që mori fjalën. Po, gjithatë, ta presim që të japim fjalën drejtuesit të vërtet politik të qarkut Fierit, si dhe qarkut Tiranës, si dhe qarkut Shkodrës, si dhe qarkut Elbasanit, si dhe qarkut Vlorës. Dhe patjetër edhe qarkut Korçës, qarkut Dibrës, pavarësisht batutave të tepruara të Lezhës patjetër, Edi Ramës. Ta ndjekim pak Edi Ramën.